Në Galerinë e Arteve, pjesë e qendrës së kulturës Vlorë, prej disa ditësh qëndron e hapur ekspozita me skulptura të artistëve vlonjat. Ermalinda Xhebro, kuratore e Galerisë së Arteve, thotë se ekspozita ka tërhequr vëmendjen e publikut të shumë të vlonjat, ku interesi për të parë nga afër ka qenë tepër i lartë. Sipas Xhebros, ekspozita shpalos veprat më të mira të skulptorëve të qytetit. Xhebro thotë se kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur, teksa ka edhe një ftesë për dashamirësit e artit për ta vizituar atë. Gjithashtu ajo thotë edhe se nxënësit e shkollave mund të vinë ta vizitojnë këtë ekspozitë pasi brenda saj do të takojnë artin e qytetit. Ne kemi shpalosur ose kemi ekspozuar të gjitha skulpturat e fondit të galerisë tonë. Pjesa e katit të dytë është e gjithë e ekspozuar me skulpturat të viteve 70-80, të cilat janë punuar nga skulptor vlonjat. Siç e shikoni, ka shumë llojshmëri skulpturash, gjithashtu kemi pjesën e relievit këtu pas, kemi dhe disa piktura. Ekspozita do të vazhdojë të qëndrojë e hapur për një kohë të gjatë. Qytetarët janë të ftuar që të vinë ta vizitojnë. Po, ka pasur mjaftueshëm interes nga qytetarët. Qytetarët që kanë ardhur janë interesuar për ta vizituar dhe gjithashtu edhe në rrjetet sociale na kanë shkruar, na kanë pyetur se si mund ta vizitojnë. Thjesht mund të vinë pranë galerisë dhe janë të lirë për ta vizituar. Ne kemi një ftesë patjetër për nxënësit e shkollave, pasi akoma nuk kanë nisur vizitat nga nxënësit e shkollave. Ne kemi bërë aktivitete deri tani tek pjesa e skulpturave, kemi bërë një aktivitet për mbrëmjen poetike dhe normalisht ftesa nis që tani, ku nxënësit mund të vinë ta vizitojnë me mësuesit e tyre, jemi të hapur gjatë gjithë kohës. Pjesë e aktiviteteve mujore të qendrës kulturore në Vlorë, krahas organizimit të ekspozitave me piktura apo skulptura për gjatë muajit prill, janë edhe një sër aktivitetesh festive, promovuese të artit dhe letërsisë në qytet.